po të projektohet, të buxhetohet një projekt dhe të anulohet për shkak në interesit kujdo qoftë individ ose një grupi të caktuar, nuk do koment. Po shkel mbi projektin që ka bërë vetë. Kjo pjesa këtu si shihet në media, në para ekranit, është mbi varrezat e të parëve tonë, gjë që nuk e lejo. Protestat do të vazhdojmë, edhe para ministrisë, edhe këtu ku jem. Kjo pakënaqësia jone nuk është e para. Kemi pas kundërshti edhe më herët, kemi pas konsultime edhe me ministrin, konkretisht që ky bashkëpunëtor nga ana e majt ka qenë edhe takime me ta. Edhe se ka ndodhur ky ndryshim, unë thash përgjegjës dhe kompetent janë veç ministrisë, si duket tash, ose ka ndikime tjera, natyrave tjera që nuk shëdosh tash me paragjyku, po të projektohet, të buxhetohet një projekt dhe të anulohet për shkak në interesit kujdo qoftë individ ose një grupi të caktuar, nuk do koment. Në këtë pjesë rrugës, është rrugë e cila gravitojnë 200 familje rrethi, sipas prononcimeve të tyre, synimin e ka pas se lypin ndonjë pretekst dhe tikun nga kjo pikë dhe rrethin ta realizojnë diku nja 300 metra më tutje, për shkak se sipas gjitha atyre argumente që kemi, del se ka ndikim se subjektet ti, njerëz caktuar, individ caktuar, kanë bërë presion që ky projekt këtu mos realizohet, po të realizohet për 2 lagje, besilimisht, që faktikisht nuk është as 10% e banorëve që gravitojnë nga kjo pjesa këtej. Aq më keq, unë punoj edhe në shkollë këtu, që 37 vite, nxënësit që të sjellin prindët e tyre, fëmijë në shkollë, në vend që t'i vendosin aty, duhet nëse mbyllet kjo pikë këtu, duhet të bëjnë një distancë diku 4 kilometra deri në Lopsh. Para 2 java kemi pas edhe një kundërshti, sepse projekti ka filluar të realizohet në atë pjesën atje për të shkolle. Është menduar me bërë një rreth rrotullim mbi varrezat qindra vjeçare që përkasin lagjës së parë. Komplet përgjegjësia bjen mbi Hysén Durmishin. Komplet përgjegjësia bjen mbi të. Sepse po tregohet i papërgjegjshëm, tepër i papërgjegjshëm, edhe për atë papërgjegjësi tina unë jam shumë i sigurt që këta qytetarë s'kan me hesht, kemi shku deri në fund, nëse është nevojë do të bëjmë edhe pa di, sepse po shkel mbi projektin që ka bërë vetë, nuk e kemi bërë në këtë projekt. Projekti është i Ministrisë së Infrastrukturës. Kemi marrë vesh masi që ka ndalë bagerat në vendin e ngjarjes, pikërisht në këtë vend, ku është kthesa për Besi dhe Rimonisht. Shikon në këtë pjesë, këtu është kthesa për Barilev dhe Dranovc që lidh. Mas pari hin Prugovc, Barilev, Dranovc. Në këtë rreth rrotullim i lidh vetëm 2 fshatra, kemi cek edhe në disa media para 2 javë, në disa media tjera. Në këtë rreth rrotullim e kanë bë vetëm për Besi dhe Rimonisht. Përpos kësaj, tenton kjo pjesa këtu si shihet në media, në para ekranit, është mbi varrezat e të parëve tonë, gjë që nuk e lejojmë në asnjë variant. I kam thënë edhe ministrit, ushtruesi i detyrës në këtë rast. Në këtë gjë nuk e lejojmë për shkak se janë varrezat tona. Përpos kësaj, nuk e qas fshatrat Prugovc, Barilev, Dranovc, Babimos që lidh magjistralin Prishtinë Podjevë si që ceku edhe para prako. Në këto Prishtinë Mitrovic. Këto gjëra nuk i lejojmë për arsye se është vetë ajo, kjo është vetëm për 2 fshatra. Nuk e qas gjitha fshatrat për rreth, na nuk e lejojmë asnjëse. Përpos kësaj, ky projekt që e fokusoj tani është tani i bën. Fiks rreth 1 muaj është. Projekti që ka qenë është Ky ku është ku gjindemi tani na, në rrugën Dul Dragusha që lidh me pranvera e Lirisë. Ne do të protestojmë pa ndalë. Do të shohim si do rrjedhin gjërat, si do të punojnë atje. Na nuk jemi ciku dhe kundër rrethit në asnjë vend. Jemi kundër të cënuar varrezat e tjerëve për realizimin e disa individëve të caktuar. Protestat do të vazhdojmë. Edhe para ministrisë, edhe këtu ku jem, do t'ju ftojmë edhe juve media në mënyrë paqësore, deri në realizimin e projektit se siç ka qenë. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Gjithta njerëz nuk janë mbledhur për kurrë, janë mbledhur për diçka që ka qenë, kjo është e marrë nga ministria. Jemi në gjendje të bëjmë çmos që të realizohen kërkesat tona.